Një zhvillim i papritur, duket se e pret audiencën e shtëpisë më të famshme në Shqipëri të shtunën. Kjo është të kuptohet nga promoja paralajmëruese ku ka mjaftuar veç një fjali. Rikthehet Egli. Nuk mund të thuhet me siguri se në çfarë cilësie do të kthehet Egli, por kjo ka mjaftuar si karrem i mirë për audiencë. A do të rikthehet në studio si e ftuar në Prime, si banore në shtëpinë më të famshme, apo vetëm si mysafire për një përballje me Gjesi pas reagimit të saj as pak të butë kundër tij ditën e djeshme. Në reagimin e saj, ajo ka folur për ndjesitë që ka përjetuar dhe për raportin e saj me lojën brenda shtëpisë së famshme. Egli shpreh dje se e ka pasur të vështirë të distancohet emocionalisht, por po punon për ta menaxhuar mirë situatën. Ajo gjithashtu është referuar deklaratave të Gjesit, duke theksuar se disa sjellje i kanë kujtuar eksperiencat të së kaluarës. Nuk dua të jap më shumë detaje, sepse dua që të flas për të mirë dhe të mbajt për vete të këshillat, shkruan ajo. Egli shpreh se doli pasi ishte pengesë për Gjesin dhe nuk do të takojë atë jashtme që mohon lidhjen e krijuar brenda. Pra, na mbet vetëm të presim dhe shohim. Jemi gjithsesi e vesh për spektaklin e së shtunës.